Miq Prizmus, e kreu dhe protestën e fundit Sali Berisha, po nuk mundi të krijoj viktima. Megjithse doli me makinë për të mos u lagur nga shiu dhe u ul se e dinte që protesta i përfundon shpejt, u ul për t'i nxitur, i organizoi të gjithë çadërlit, ata me çadra dhe me gjinxhonin, pastaj grupin e Belind Kolliçit, të gjithë me çanta për të mbajtur molotovët, pastaj edhe grupin e Zenit e Atindorit që rrinë bashkë gjithmonë. Janë kapur peng nga gjithë horrat dhe maskaret e botës, janë kapur peng edhe janë peng edhe financiar. Organizimin e grindjes me policinë edhe me njerëzit e policisë, me veprimin prej horrash me deputet tillë si Flamur Noka, Bjefjala dhe këta tipat e tjerë që bëjnë si të fortë. Në të vërtetë i duron shumë policia, sepse po t'isha unë do t'ja kisha thyer brit Nokës edhe të gjithë atyre si Noka. Ku shtyjnë gjuhën, bëjnë trima me një person të vetëm, dhe sigurisht kjo tregon edhe çfarë njerëzit, çfarë tarikat njerëzit janë. Kështu kanë qenë gjithë jetën e tyre këta. Jo vetëm në krahun e gabuar të historisë, por gjithmonë, absolutisht gjithmonë kundra një njeriu, një personi të mbledhur disa bashkë. Se këta veç e veç nuk janë trima. Këta duhet mu ba 10 vetë që t'jenë pastaj të trimërohen. Edhe duhet mshehen mas imunitetit tyre, se vetëm këta i turpron, i kthen në zgavra, me të cilët mund të bësh çfarë të duash pastaj. Kaq trima janë këta. Po, i ruan imuniteti, i ruan edhe horri që e paguajnë deri tani. Bile tash janë të kapur, janë peng, absolutisht. Shof se me kërri djali Sali Berishës, shof edhe se kush organizon ata që hedhin molotov, që janë gati bomba, dhe ku gjuajnë, si organizojnë. Sigurisht e kryten edhe ke xhamia, do të shkojnë të turprojnë gjithsa, sepse udhiqen nga një ateist, po jo ateist si në Evropë, ateist që ka prishur kisha dhe xhamia, si Sali Berisha, që ka vrarë klerikë, ka thënë ka duatrokitur kur tu shkatoheshin e klerikët, edhe që tani bën moral edhe Evropës, i jep moral Amerikës, kujt si jep moral. Po Sali Berisha vret në bulevard dhe jep moral këtyre, thot, po vrisni ju. Sali Berisha thot që e gjuan policinë me molotov dhe thot pastaj që na gjyti policia ne me molotov. Nxjerr edhe budallaqe këne nga Shkodra që thonë gjuajtën me, nuk e di, plumba reaktiv, me raketa snajpera me lanë kimike, ku diun se çfarë drejqen sa jonë, çfarë i thonë edhe ai vazhdon t'i përmendin. Organizon njerëzit për gjujtur, ata që organizojnë për gjujtur policinë gjuajnë edhe pak nga turma për thënë që shikote çfarë bën policia. Pa kemi të bëjmë me një tarikat njerëzish që nuk janë më tepër se 100 veta, që duan djegin Tiranën. Sali Berisha do që ta djegin Tiranën, ka urrëtie patologjike për Tiranën. Ajo Tiranë që e veshë si njeri, se ishte i veshur si shpellar. Ajo Tiranë cilën ka rikë të drurit, valizhen e drurit ja ktheu në valizhe lëkure. Ajo Tiranë e cila sigurisht bëri që të flej në krevat me susta, kupton, edhe në dyshek pambuku, e mbuloj me organ. Ajo Tiranë e cila sigurisht pastaj e bëri edhe e futi në organizatën e rinis dhe e vuri që të qytetrohesh, të ecte në trotuar vazhdimisht. Mos i shkelte veshte këpucë normale, jo tullumba. Dhe njëkohësisht të zinte dhe të krijonte dashnoren e parë. Krijonte dashurinë e parë. Ajo Tiranë jam së gjitha, e bëri dhe komunist. Pastaj e çoi edhe me studime të larta, e bëri mjek, e çoi edhe në Sorbonne për të specializuar. E futi edhe në shtëpinë e Enver Hoxhës, e futën deri ke shtëpia e Enver Hoxhës. Ishte mik me familjen, me fëmijët e tij. Asaj Tiranës që do që t'i vej zjarrin, Sali Berisha. Sepse sigurisht është një person i cili është degrad, folk bolshevik, stalinist, që nuk duron dot absolutisht asgjë jashtë vetes tij. Në momentin që ai nuk ka pushtet, ai do që të djegë gjitha gjërat.
vetëm që të vijë ai pushtet. Dhe sigurisht pastaj krijon edhe korrupsionin, mafin e vet, shkatrimin e vet total. E provoi 96, e provoi 97, e provoi 98, shkatroi gjithë vendin. Vrau me 2008 në Gërdec, vrau në bulevard, thotë i vrat ju. Do që ta shkatroj gjithmonë gjuan Molotov, djeg polic, djeg kryeministri, ças bën, dhe njëkohësisht edhe gënjen, edhe patjetër që i shkojnë mrapa dhe disa si puna e tij dhe më keq se sa ti. Ata që fshehen mas Sali Berisha, ata që bëjnë të fort mas Sali Berishës janë më keq se Sali Berisha. Aty ke deputet që janë edhe më të që i Këlliç është edhe më i keq se Sali Berisha. Sigurisht Sali Berisha nuk i thotë Jev, i thotë Zmer, po sepse kështu do të fyente, i thotë Zmer, po zbukuron fjalën, por është për Tiranë qaf komunitetit e Rom dhe egyptian për atë maskarajin i cili ka njerëzit e vet që gjuanin Molotov. Ishin disa grupe që kishin deputet të cilët pastaj gjuanin policinë për ta djegur. Praktikisht ishte për djegur policë dhe për djegur, për shkaktuar dëm. Kjo është Partia Demokratike. Mos kujtoni se ka më tepër se sa kaq Partia Demokratike. Ka humbur gjitha shanset dhe tash sigurisht ajo kërcënon. Kërcënon për vrasje njerëzish, për djegje njerëzish, për marrje zvarr, përderisa e tolerojnë. Deri tani unë e di se fatkeqësi është. Tani është fatkeqësi edhe për ata që e tolerojnë edhe janë pushtet. Nuk mund të përfitojnë më nga Sali Berisha. Edhe ajo pjesë e korrupsionit të tyre nuk mund të përfitojnë më nga një zullumqar, nga një kriminal si Sali Berisha. Nuk është përfitim ky, shkatrimi i vendit. Nuk mund të përfitosh. Magjoranta e sotme nuk mund të përfitojnë më nga Sali Berisha, Gjingjonat edhe Këlliçat edhe Flamunokat edhe gjithë maskaret që ka aty. Tash ku diun dalin edhe budallëj tjerë që ças nxjerrin, s'du me i përmend të Shkodrës, janë neveritshëm. Në përgjithësi janë përfitatorë që as përfitojnë gjabin, janë dobët fare. Ata që s'janë intelektualet, ata që majnë, ka uluritës aty edhe uluritës, të cilët turprojnë nivelin urban të Shkodrës, e shkatrojnë. Ka njerëz me deputet me zë perfidësh edhe perversësh. Ka të ri që tentuan të bëjnë deputet cilët po bëjnë si Sali Berisha, dhe më thanë s'kanë kur gjanë të rezi, janë i out në gjitha drejtimet. është turp e marrë ti shikosh. Turp e marrë, të vjen me të vërtet marrë kur shikon element të tillë të degraduar mendërisht që ndjekin mbrapa një stalinist, një folk bolshevik si Sali Berisha. Një vrasës si Sali Berisha. Dhe çfarë bëri? E hoqi Edi Ramën. E largoi nga pushteti. Çfarë bëri? Çfarë mund bëjë një njeri i tillë? Si mundet një kriminal të heqë në demokraci nga pushteti, cili ndo? Me çfarë? Me çfarë mund të ndodhë kjo gjë? Me Molotov, duke vrarë, duke shkatruar, çfarë? Si mund ta marrësh pushtetin? Vazhdon me marrëzirat e tija të kahershme. Kujton se është nuk e di, 97-ën, kujton se është 98-ën, kujton se është edhe 2011-ën. Kështu kujton. Ose ai nuk kujton. Është i tillë, ai jeton kështu në këtë lloj forme. Jeton në këtë lloj forme. Ai mbetet një folk, sigurisht, shpellar, bolshevik, stalinist. Dakor?